Duke folur në një panel në forumin Globsec në Prag, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se mbajtja e Serbisë në rrugën e saj europiane ka qenë gjithmonë një vendim politik, jo diçka bazuar në merita. Ai theksoi se çështja më e rëndësishme për Serbinë ishte gjithmonë çështja e Kosovës dhe respektimi së drejtës ndërkombëtare dhe rezolutës 1244, duke kujtuar se 22 nga 27 antarët e Bashkimit Evropian e njohin pavarësinë e Kosovës, por se 5 vende jo. Beogradi nuk do të njohë pavarësinë, por Bratislava, Bukureshti, Athina, Madridi dhe Nikosia nuk janë gati ta bëjnë këtë, theksoi Vučić dhe shtoi se vështirë t'i spjegos dikujt në Serbi se çfarë po ndodh me integritetin territorial të Serbisë, ndërsa të gjithë bota po flet për integritetin territorial të Ukrainës. Në kuadër të forumit Globsec, presidenti i Serbisë u takua me ish-përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak dhe ish-kancelarin austriak Sebastian Kurz. Në një postim në Instagram, Vučić shkroi se Miroslav Lajçak është një nga njohësit më të mirë të situatës në Ballkanin Perëndimor dhe se ata diskutuan sfidat në rajon dhe zgjedhjet e mundshme në rrethanat e reja komplekse në Europë dhe botë. Në bisedë me Kurzin, vëmendje veçantë ju kushtua bashkëpunimit në fushën e transformimit digjital dhe inovacionit, kur përvoja ish-kancelarit federal të Austrisë mund të jetë shumë e vlefshme. Kryeministri i Serbisë Gjuro Macut deklaroi se vendimi i Prishtinës, i cili ndalon përdorimin e flamujve dhe simboleve kombëtare serbe gjatë festimit të festës së Vidovdanit në Graçanic, është vazhdimi i politikës së friksimit sistematik dhe presionit institucional ndaj popullit serb, i cili këmbgul në tokën e tyre shekullore. Sipas raportimeve, kryeministri theksoi se ndalimi i përdorimit të simboleve kombëtare në Vidovdan, një ditë që ka kuptimin e thellë historik dhe shpirtëror për popullin serb, dëshmon për realitetin e thellësishëm shqetësues në të cilën të drejtat e një komuniteti në zemër të Europës po shuhen gradualisht. Me marrjen e pyetje të dëshmitare para divizionit special të gjykatës themelore në Prishtinë, vazhdoi gjykimi Dušan Maksimovićit, Vladimir Tolićit dhe Blagoje Spasojevićit, të cilët u arrestuan me njëherë pas ngjarjeve në Banjsk dhe u akuzuan për sulmin ndaj rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës dhe terrorizëm. Dëshmitarët e sotëm ish oficer policë, të cilët pasi morën informacionin se ura në Banjsk ishte bllokuar nga 2 kamion, u dërguan si përforcim për kolegët e tyre që tashmë ndodheshin në Banjsk, siç e përshkruan ata. Policia u qellua nga të gjitha anët në blokadë dhe rreshteri i tyre Afrim Bunjaku u vra në atë rast. Seanca konstitutive e Kuvendit të Kosovës u ndërprej për 31 herë edhe në përpjekjen e sotme për të konstituar Parlamentin e Kosovës. Partitë opozitare nuk e mbështeten propozimin për votim të fshehtë gjatë zgjedhjes së kryetarit të atij organi legjislativ. Seanca u ndërprej dhe fillon të dielën në orën 11. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Armen Zemaj tha se plani 15 pikë i partisë nuk ju dërgua partive politike sepse ishte publik dhe se ishte një ofertë për të kapërcyer bllokimin. Megjithatë, siç thon ai, shihet se askush nuk dëshiron të vazhdojë me askënd. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Lahi Ibrahimaj tha se partia e tij nuk e sheh qeverinë e unitetit e propozuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës si një zgjidhje për krizën. Ai thot se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës po mendonte për formimin e qeverisë nga një blok partish opozitare. Politikologu Ognjen Gogić vlerësoi se për shkak të mungesës së institucioneve, Kosova është një vakum institucional për shkak të cilës gjithë ata që jetojnë në Kosovë janë në humbje, dhe se kjo është pasojë e pavarësisë politike si të lëvizjes vetëvendosje në pushtet, ashtu edhe të elitave të tjera politike nga komuniteti shqiptar. Ekonomisti Safet Gërxhaliu paralajmëroi se Kosova nuk duhet të mbetet pa institucione dhe se ajo që po ndodh pas zgjedhjeve të shkurtit nuk është në favor të stabilitetit apo zhvillimit ekonomik dhe sigurisht jo imazhit të mirë të Kosovës.
Kriza institucionale e cila ka vazhduar në Kosovë për 4 muaj nuk shihet në mënyrë të favorshme as nga qytetarët e Prishtinës, të cilët në një bisedë me gazetarët e Kosova Online thanë se njerëzit e thjesht vuajnë më shumë. Moti për fundjavë është i ngjajshëm si sot, i kthjellë dhe i freskët në mëngjes me mjegull në lugina dhe rrafshina dhe me diell mesatarisht i ngrohtë gjatë ditës. Do të fryerë lehtë deri në mesataren nga vere perëndimi që do të intensifikohet në mes të ditës. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 8 deri në 16, kurse ajo maksimale ditore nga 25 deri në 29 gradë Celsius.